Katër finalistët e mëdhenj Selin, Mateo, Miri dhe Rogerti kanë arritur në momentin më kulminant të këtij rrugëtimi të jashtëzakonshëm. Pas javësh të tëra emocionesh të forta, sfidash të vështira, debatesh dhe momenteve të paharrueshme, ata tashmë qëndrojnë përballë njëri tjetrit në finalen e madhe të 18 prillit. Secili prej tyre ka treguar karakter, forcë, strategji dhe një personalitet unik që ka fituar zemrat e publikut. Mbrëmja që parapriu finalen ishte magjike. Katër finalistët patën mundësinë të shijonin një spektakël të mrekullueshëm me fishekëzjarje në terrasën e Top Channel, një moment simbolik që përfaqësonte fundin e një rrugtimi dhe fillimin e një kapitulli të ri për secilin prej tyre. Në ndritat shumëngjyrëshe dhe atmosferën elektrizuese, emocionet ishin të papërshkrueshme, një përzierje gëzimi, nostalgjie dhe pritje për atë që do të vijë. Moderatori Ledion Liço shpalli zyrtarisht hapjen e televotimit, duke ja kaluar fuqinë plotësisht publikut. Tashmë gjithçka është në duart tuaja. Ju jeni ata që do të vendosni se kush prej katër finalistëve meriton të kurorëzohet fituesi i këtij spektakli madhështor. Çdo votë ka rëndësi. Çdo mesazh është një hap më afër fitores për të preferuarin tuaj. Nëse jeni prekur nga rrugëtimi i Selinit, nëse Mateo ju ka bërë për vete me lojën e tij, nëse Miri ju ka emocionuar me sinqeritetin, apo nëse Rogerti ju ka impresionuar me forcën dhe vendosmërinë, tani është momenti të tregoni mbështetjen tuaj. Dërgoni në mesazh emrin e finalistit që dëshiron të fitojë çmimin e madh dhe bëuni pjesë e këtij vendimi historik. Finalja e 18 prillit nuk është thjesht një përfundim, është një festë e gjithë këtij rrugëtimi, një natë ku emocionet do të arrijnë kulmin dhe ku njëri prej tyre do të shpallet fitues.